Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka zbuluar paregullsi të shumta te një pjesë e produkteve të qumshtit që tregtohen në vend. Sipas gjetjeve të deritanishme, nga 45 mostra të qumshtit dhe produkteve të qumshtit të analizuara, te 10 operator është konstatuar mos përputhje mes përbërjes reale të produkteve dhe asaj që ishte deklaruar në etiketë. Nga agjencia bëjnë të ditur se analizat kanë treguar se në disa raporte produktet përmbanin përqindje më të ulët të yndyrës së qumshtit, sesa ajo e deklaruar, gjë që bie ndesh me dispozitat e rregullores për cilësinë e produkteve bujqësore. Rasti më i rëndë është evidentuar të një operator ushqimor ku analiza e një mostre nga 22 kg djath i konfiskuar tregoi se produkti ishte deklaruar me 20% yndyrë qumshti, ndërsa përmbante vetëm 1%. Për këtë shkelje, operatori është gjobitur me 3.500 euro në kundërvlerë me denar. Për shkak të mashtrimit të konsumatorëve, 8 operator të tjerë mes tyre prodhues dhe importues u janë shqiptuar gjoba prej 1.050 eurosh secilit, pasi të produktet e tyre janë konstatuar paregullsi të ngjashme. Ndërkohë, te një operator tjetër ushqimor është zbuluar se gjatë prodhimit të një produkti qumshti janë përdorur yndyra bimore, përkatësisht vaj palme. Për këtë shkelje është shqiptuar gjobë prej 1.300 eurosh në kundërvlerë me denar. Gjetjet janë pjesë e analizave të realizuara te 91 mostra të qumshtit, produkteve të qumshtit dhe produkteve të mishit të përpunuar, me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së cilësisë reale të produkteve me deklarimet në etiketë. AUV njofton se rezultatet për mostrat e qumshtit dhe produkteve të qumshtit tashmë janë përfunduar, ndërsa ende priten rezultatet e analizave për produktet e mishit të përpunuar.